Ka filluar pjesa e dytë e ndeshjes Gramshi Beslidja. Skuadra e Gramshit ka kryer një zëvendësim. Është futur në fushën e Lojës Alushi, i cili është me topin në zotrim. Të shohim se cili prej lojtarëve është larguar. Kemi një goditje dënimi, një ndërhyrje e gabuar e Alensandr. Pra, ka filluar pjesa e dytë. Goditje e fort. Aksioni skuadrës së Beslidjes, Raboshta, ka pasuar djathtas për tek Kruja. Ka gabuar Kruja në pasim. E nis një aksion i shpejt i skuadrës së Gramshit, Alushi. Ka kthyer topin prapa. Përsëri Alushi, por Mehmeti ka ndërhyrë, ka pasuar për tek Raboshta. Hila, gjithë një hila në krahun e majtë të sulmit të skuadrës së Beslidjes. Hila, me topin zotërim është kthyer disi prapa, ka pasuar për tek Marku. Ky për tek Ramili. Temjan falni, pastaj Mehmeti. Portieri Lika e ka dërguar me tepër forcë. Karakaçi, kapiteni i skuadrës lezhane, ka pasuar për tek Hila. Karakaçi, Hila, Alensandr në krahun e majt. Topi është prekur për fundit herë nga dhe kemi një të shohim është goditje nga këndi në krahun e majt të sulmit të një arkim është topi ka dalë përsëri jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë në rivënje anësore nga ana e të brenda zonës për Raboshtën, e cili dhe gjyqtari kryesor i takimit të ndodhur fare pranë aksionit ka akorduar 11 metrash. 11 metrash për skuadrën e Beslidjes ishte një aksion nga krahu i djathtë, është penguar në mënyrë të parregullt Raboshta dhe kemi 11 metrash në favor të skuadrës së Beslidjes, teksa jemi në minutën e 3 të pjesës së dytë të ndeshjes. Raboshta në distancë vrulli, momente emocionale. Portieri Lika është në port. Raboshta ka gjujtur dhe gol. Beslidja 2, pra është minuta e 3 e pjesës së dytë të ndeshjes dhe skuadra lezhjane ka realizuar golin e dytë në përballjen me Gramshin, ndeshje e cila po luhet në fushën sportive të Peçinit. Pra, Raboshta
shënon golin e 12 në minutën e 3 të pjesës dytë. Topi është vendosur në nis nga qendra, por ka dalë jashtë vijave kufizuese për të rivënë me duar nga ana lojtarëve të Gramshit. Duhet të evidentojmë faktin se në pjesën e dytë skuadra vendase Gramshi ka kryer një zëvendësim, është futur në lojë Alushi, por nuk kemi të verifikojmë se kush prej lojtarëve të skuadrës ka dalë. Një problem tjetër që kemi patur dhe kemi gjatë transmetimit është fakti se nuk kemi përputhje të protokollit me numrat e lojtarëve dhe ne ose ka një protest të stafit të skuadrës Gramshit, një pozicion jashtë loje në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Gramshit, ndërkohë që duhet theksuar që po njëti ka një karton të verdhë për njërin prej përfaqësuesve të skuadrës së Gramshit, por duhet theksojmë faktin se gjyqtari ansor Geraldo Mënej ka qenë shumë korrekt dhe ka qenë një prerë për gjatë gjithë pjesës parë. Është po i njëjti lojtar që ka neutralizuar disa aksione të skuadrës vendase të Beslidhës për pozicione jashtë loje, gjë të cilën ai po e bën edhe në pjesën e dytë. Mirë po, në pjesën e dytë ndodhe kundërta, pasi stafi Lezhjan nuk protestonte në pjesën e parë, e tani stafi i Gramshit proteston. Pra është i njëjti gjyqtar, është i njëjti format dhe po gjykon me të njëjtin standard, do të thoja unë, por futbolli ka këto. Rezultati vazhdon të jetë Gramshi 0, Beslidhja 2, ka shënuar Akansase në minutën e 4 të pjesës së parë të ndeshjes dhe e ka dyfishuar rezultatin me 11 metrash Raboshta në minutën e 3 të pjesës dytë. Raboshta është ndaluar në mënyrë të parregullt nga ndërhyrja e njërit prej mbrojtësve të skuadrës së Gramshit. Gjyqtari kryesor ndodhi fare pranë aksionit, një goditje me kokë e bukur nga njëri prej lojtarëve dhe ka qenë pikërisht mbrojtësi Oskar me kokë, por portieri topi është me rivënje me duar, është pasuar shpejt për tek Mehmeti, ka gabuar në pasim pas pasimit të golit të aksioni shpejt i skuadrës së Beslidhjes. Ka gabuar Hila, nuk i bindet sa duket, e ka me terrenin këtë radhë. Duhet të theksojmë se Hila është një lojtar mjaft cilësor, por terreni jo dhe aq i përshtatshëm bën që të mos kemi produktet e duhura të disa lojtarëve titullar të skuadrës së Beslidhjes, që për hir të stabilitetit janë lojtarë mjaft cilësor që bëjnë diferencën në këtë kampionat, të cilët kanë ardhur duke parë dhe kushtet e afruara nga presidenca lezhjane me në krye zotin Pirin Fushaj, kanë ardhur për të luajtur në
në radhët e skuadrës së Beslidjes, pra kemi lojtarë që kanë luajtur në ligat superiore të kampionateve shqiptare dhe jo vetëm. Është tani një rivënje me duar, topi shpejt për Hasën nga krau i djathtë, por ka ndërhyrë Marku, mjaft i vëmendshëm, e ka ndërper dhe pasuar për tek Raboshta, i cili me shpejtësi e nis në kraun e djathtë për kruajin, por ndryn mbrojtja e skuadrës vendase. Topi na u duk se doli jashtë vijave kufizuese dhe gjyqtari sa duket e ka parë një gjë të tillë dhe ka dhënë një rivënjë anësore në favor të skuadrës së Beslidjes, e cila kryeson me rezultatin 0-2, pra ka shënuar 2 gola. Golin e parë në minutën e 4 të pjesës parë nga Akansase dhe golin e dytë në minutën e 3 të pjesës së dytë me 11 metësh nga Raboshta, i cili e mori këtë 11 metësh dhe e mori përsipër ekzekutimin dhe nga pika e bardhë nuk ka gabuar, e ka dërguar topin në rrjet dhe portieri Lika nuk ka patur mundësi të bëj reagim, pasi është hedhur në krahun e tjetër dhe topi ka shkuar gati rrafsh me tokën në shtyllën pingule në krahun e djathtë të portierit Lika. Marku e ka kthyer prapa për tek Ramili, për tek Temja, më falni, pastaj Ramili, Kruja ka pasuar për tek Mehmeti, përsëri Kruja kërkon një kolegun e tij të zbuluar, e ka kthyer për tek Karakaçi, pastaj Marku, mbrojtësi i majt Marku, e ka pasuar për Alensandr. Ky fundit për tek Akansase, e cili ka marrë topin, por ka ndërhyrë kapiteni i skuadrës. Është Karakaçi, kapiteni i skuadrës Lezhjanëve këtë radhë, ka pasuar për tek Mehmeti. Ka gjuajtur Raboshta dhe një gol i anulluar për pozicion jashtë loje me të drejtë. Gjyqtari ansor ka sinjalizuar daljen në pozicion jashtë loje. Të shohim ka zëvendësim Tetëmbëdhjeta është larguar Mehmeti për skuadrën. Largohet dhe golshnuesi Akansasa për Beslidjen. Ka larguar Alushi, ka shmangur Alensandr, e ka dërguar me tepër forcë. Ka dalë portieri me kokë i skuadrës së Beslidjes, teksa ka parë rrezikun.
e ritheksojmë faktin se ndryshimet e trajnerëve janë bërë, por protokolli akoma nuk i ka integruar, duke na vështirësuar një farsoj mënyre edhe identifikimin e lojtarëve, që natyrisht ne njohim disa prej tyre, por është e pamundur të njohim të gjithë lojtarët që luajnë. Topin e ka portieri i skuadrës Beslidhjes Myrta, ka pasuar Majtas për tek Marku. Minuta e 15 e pjesës 2 të ndeshjes, këtu në 500 Gramshi 0 e Beslidhja 2, me gola të shënuar nga Akansase dhe Raboshta. Akansase ka shënuar në minutën e 4 të pjesë aksion i shpejt. Hila ka pasuar mjaft bukur, Alensandr brenda zonës ka vënuar në pasim, ka Hila, por Raboshta ka bërë rolin e mbrojtësit të skuadrës së Gramshit, duke ndalur topin që ishte nisur drejt rrjetës, topin e goditur prej Hilës. Ndodhin dhe gjëra të tilla, pra një veprim jashtë çdo lloj vullneti, por gjithsesi më mirë se sa një mbrojtës sa ka larguar topin Raboshta nga mbrojtja e skuadrës së Marku me një ndërhyrje. Fali ka qenë Karakashi me ndërhyrje të sakt dhe rivënje me duar që ta kryej Marku. Dhe është Marku që do të ekzekutoj rivënjen anësore, të cilën e ka kryer me shpejtësi. Përsëri topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës për të rivënë me duar. Marku Hila, pastaj ka ndërhyrë Alushi, topi ka dalë jashtë vijave kufizuese. Raboshta Alushi, Bega, Hila ka gabuar, Karakashi e shori top të gjatë për Krujë në krahun e djatës, në gjithë një Kruja është me topin zotërim, kërkon pasoj, ka vonuar pasimin, Kruja shmang njërin lojtar, pastaj tenton të shmang tjetrin, por ka ndërhyrë, ka vonuar Kruja në pasim dhe Hasa, portieri i skuadrës Beslidhjes Myrta, ka dalur dhe me tepër forcë e ka larguar topin.
përsëri rivënie anësore, teksa kemi mbërritur në minutën e 20 të pjesës dytë, Gramsci 0 e Beslidia 2. Me këtë fitore, nëse do t'jetë e tillë deri në fund të kësaj loje, skuadra lezhane vazhdon të ruaj, të kryesojë dhe të ruaj diferencën me skuadrën më të afërt, që në këto momente është Shiroka sa duket, por gjithsesi këto janë gjëra që shihen pasi të përfundojë ndeshja. Rëndësi për skuadrën Beslidia ka marrja e 3 pikëve, kemi shkuar afër mesit të pjesës dytë, ka një ndërhyrje të gabuar, por gjyqtari ka ndërprer lojën për t'jarë në ndihmë Raboshtas së dëmtuar. Në fakt, Raboshta patur i problem dëmtimi, është rikuperuar për këtë ndeshje, ka një zëvendësim, është dalë Hasa. Vendin e tij ka zënë numri 3. Aksioni shpejt i skuadrës Beslides, Raboshta, pasuar në qendër për tek Bega, Kruja. Bega ka kthyer topin prapa, Raboshta brenda zonës pa mundur të rrezikojë. Në minutën e 59 është larguar Akansase dhe vendin e tij e ka zënë Gurbanov, po në këtë minutë Mehmeti është larguar dhe vendin e tij e ka zënë Bega. Zëndësim e këto për skuadrën e Beslidjes. Kurbanov, Bega, Hila, ka pasuar në të djathtë për Krujën, i cili ka gabuar, por ka përfituar një goditje, një rivënje anësore me duar.
Nësa Marku ka pasuar për tek Gurbanov, ka një ndërhyrje të gabuar, ka një përplasje midis dy lojtarëve, shëmtuar lojtari Lezhjan Marku, ndërkohë që kërkohet ndihma e stafit mjekësor, i cili ka mbritur më njëherë pasi është thirrur nga gjyqtari kryesor, e jemi në minutën e 25 të pjesës 2. Rezultati vazhdon të jetë 0 Gramshi dhe 2 Beslidja. Është një lojë e cila ka rëndi si ritmi nga të dyja skuadrat. Rikuperohet Marku dhe rikthehet në fush pasi ka marrë ndihmën e stafit mjekësor. Është i gatshëm për të kthyer në fush, por gjyqtari akoma nuk e ka lejuar që të vazhdoj lojën, dhe Marku pret nga momenti në moment sinjalin e gjyqtarit kryesor për të futur në fush. Një top i gjatë, tani është futur Marku në lojë. Top në zonën e skuadrës vendase. Karakaçi e ka zotruar topin, Hila, Karakaçi, Gurbanov, gjithë një Gurbanov nga krahu i majt, ka pasuar shkurtësi për Hilën, e ka kthyer përsëri te Gurbanov, Aleksandr, Karakaçi, Marku, Temja, Marku, luan me shumë pasime, shumë aktiv trajneri Plori në konsultën dhe këshillat me lojtarët. Është shumë aktiv në stol, duke lëvizur dhe duke orientuar çdo lëvizje të lojtarëve. Beslidja është prej disa minutash në zotrim të topit, lojë me shumë pasime për të kërkuar hapësira për të deportuar drejt mbrojtjes së skuadrës së Gramshit. Është Kruja, e ka kthyer prapa. Hila, një top i bukur për Begën, por ka ndërhyr njëri prej mbrojtësve të skuadrës Gramshit që ka në zotrim. Kruja, Hila, Kruja ka deportuar, por është rrëzuar në momentin që deshi të pasonte. Përsëri vazhdon aksioni por skuadrën e Beslidës, por kemi një pozicion jashtëloje të njërit prej, dhe shpikrisht Sadik, që është zënë në pozicion jashtëloje ka qenë në pozicion jashtëloje teksa priste të merrte topin e presim zëvendësime sa duket të tjera, do t'jetë skuadra lezhjane. Kemi parë në zemje 2-3 lojtarë, të shohim se kush do të futet, ndërkohë që kanë kaluar 30 minuta lojë nga pjesa e dytë të ndeshjes. Rezultati 0-2 për Beslidjen. Aleksandr, gjithë një Aleksandr, por pozicion jashtëloje.
pritet një zëvendësim në radhë të skuadrës së Beslidjes. Të shohim. Marku ka ndërhyrë me kokë, pastaj Temja. Karakaci, Alensandr, një hyrje gabuar e Sadik në dëm të Temjes. Është i dëmtuar Alensandr dhe pritet ka lënë ja është rikthyer në lojë pa patur nevojë. Është futur sulmuesi i ri dhe me perspektivë Fusha. Ka dalë Raboshta dhe vendin e tij e ka zënë Fusha me numrin 11, një lojtar shtatlart, një lojtar 7-18 vjeçar me të dhëna premtuese, luan mirë me topin, me një shtatlartësi të admirueshme, ka zëvendësuar Raboshtën dhe do të luaj për këto 15 minuta të mbetura. Top i kthyer prapa. Gurbanov ka pasuar për tek Kruja. Gjithë një Kruja ka harkuar mjaft bukur, por topin e ka ndërhyr Lika. Lika është portier që ka luajtur edhe për moshat e skuadrës së Beslidjes dhe Karakaci. Hila ka pasuar mjaft bukur për tek Kruja. Aksioni shpejt nga krahu i djathtë. Kruja ka harkuar drejën Temja. Goditje dënimi. Hila është ndaluar në mënyrë të parregull. Njëri prej lojtarëve të skuadrës së Gramshit. Kruja ka kthyer prapa për tek Ramilli. Gurbanov, Hila, Kruja, lëvizje mashtruese me top. Hila, Kruja, Bega, shumë pasime të lojtarëve të skuadrës së Beslidjes. Topi është dërguar brenda zonës, po ndërhyn me kokë, njëri prej mbrojtësve. Është topi kalon nga mbrojtja e skuadrës Gramshit tek ajo e Beslidjes, e cila nis një sulm. Gurbanov, gjithë një Gurbanov ka pasuar për Fusha, sulmuesi i skuadrës Beslidjes. Fusha me topin zotërim ka pasuar për tek Bega. Kruja, aksioni bukur i skuadrës Beslidjes me shumë pasime. Kruja me topin zotërim ka harkuar brenda zonës. Hila, por ka ndërhyr. Shuli e ka larguar topin.
Vazhdon aksion tjetër. Hila ka gjutur nga larg. Pasi ka parë datën e porterit Lika, por nuk ka qenë i saktë shënjesër, topi ka kaluar mbi traun e portës së mbrojtur nga Lika, i cili kishte dalë paksa përpara, gjë cilën nuk mundi ta shfrytëzoj Hila me atë e tani një zëvendësim tjetër në radhët e skuadrës Gramshit. Kanë mbetur më pak se 10 minuta loj nga përfundimi i pjesës së dytë dhe i krejt takimit. Vazhdon rezultati 0 Gramshi dhe 2 Beslidhja. Të dy golshënuesit, Akan Sase dhe Raboshta, janë zëvendësuar nga ana e trajnerit Plori. Kanë hyrë në fushën e lojës Gurbanov dhe Fusha. Karakaci, kapiteni i skuadrës, Bega, Ramili e ka kthyer prapa për tek portieri Myrta, i cili me këmbë ka dalë jashtë zonës së 16 metrëshit, e ka pasuar në të djathtë për Temjen. Ka gabuar në pasim Temja, ka marrë lojtari i skuadrës së Gramshit, është Oskar, e ka kthyer dhe ky prapa. Temja ka ndryrë me shumë saksi. Pastaj Marku. Skuadra lezhane duhet theksuar se ka një mbrojtje mjaft solide. Vazhdon të mbaj më shumë se duhet topin Alensandr, me cili nuk është dakord edhe trajneri Plori. Pasi ka gabuar Gurbanov. Goditje dënimi për skuadrën e Beslidhjes, është një Alensandr është dëmtuar. Dhe të shohim nëse ka vazhduar lojën. Jemi në minutën e 40 pjesës së dytë. Gramshi 0 e Beslidhja 2. Kruja nuk ka harkuar ashtu siç duhet, ka ndërhyrë mbrojtja. Është Sadik në dy luftim me Ramilin, i cili ka fituar një goditje dënimi. Ka shkuar për ta realizuar Kruja, i përhershmi këtyre goditjeve në të gjithë sektorët e fushës. Kruja, një lojtar i ardhur nga superiore, nga ekipi i vllaznisë së Shkodrës. Grumbull lojtarësh të dyja skuadrave në zonë ka harkuar Fusha, Karakaci, Gurbanov është diktuar në manovrën që tentoi të bënte. Është diktuar nga mbrojtësit e skuadrës së Gramshit dhe nis kështu një aksion i shpejt, topi është goditur me dorë. Loja vazhdon, ka lejuar avantazhin gjyqtari kryesor. Karakaci, Fusha ka shmangur mjaft po gjithë një Fusha me topin zotrim, por ka ndërhyrë një mbrojtës, ja ka marrë, ndërhyn mbrojtja skuadrës së Beslidhjes tentoi të nisë një aksion skuadra Gramshit, por aksioni u thye më njëherë me ndërhyrjen e mbrojtësave është Karakaci me topin në zotrim, e ka humbur. Ndërhyn Marku me mjaft vendosmëri. Është Bega me një ndërhyrje sprakat. Kemi
përgatitet të futen në fushën e lojës Neziri dhe Gjobe. Neziri është futur në vendin e krujës. Ndërsa Gjobe në vendin e Alan. Hila ka shmangur mjaft bukur Alushin. Ramili, Myrta, Gurbanov në topin sotrim, te ka kthyer te kapiteni i skuadrës Karakashi, Temja, pastaj Karakashi, Neziri, Bega, Karakashi, Marku. Pashimet e një pas njëshme, njës Gurbachov pasim mjaft i bukur për Gjobe aksion. Gurbachov, Gjobe, pastaj Gurbanov ka pasuar për tek Hila, por topi nuk ka patur forcën e duhur. Lejon gjyqtari avantazhin. Temja, rivënje anësore për skuadrën e Beslidjes, kanë betur më pak se 2-3 minuta loj nga koha e rregullt për përfundimin e pjesës 2 dhe të krejt takimit, i cili vazhdon të jetë me rezultatin 0-2, me gola si që kemi përsëritur disa herë, me golat shënuar nga Akansase në pjesën e parë në minutën e 4 dhe Raboshta në pjesën e 2 në minutën e 3. Topi është jashtë vinjave kufizuese të fushës për të rivënë në lojë me rivënje me duar. Hila ka gjujtur, ishte në fakt një harkim i topit që e detyroi portierin Lika të ndërhy. Hila, gjithë një Hila, ka gjujtur nga larg, por topi ka përfunduar shumë metra mbi traun e portës së mbrojtur nga portieri i skuadrës së Gramshit Lika. Jemi në kufint fundor të kohës së rregullt. Me topin sotrim vazhdojnë tjetë lojtarët e skuadrës së Beslidjes, rivënja anësore. Gurbanov ja ka lënë Gjob, e ky përsëri ja ka lënë për Markun. Marku ka pasuar për Begën. Gurbanov, Karakashi, një top të gjatë nga mesi i fushës në të djathtë në sulmit. Është Neziri e ka kthyer për tek Karakashi, ka pasuar fusha brenda zonës, e ka kthyer për Nezirin. Po ndërhyn mbrojtja e skuadrës së Gramshit, e ka gabuar Temja, por korrigjon aty me mjaft siguri Marku. Ishte një gabim i Temjes në dy luftim me Alushin. E gjyqtari 4 ka gjyqtari 4 Ledjo Bakalli ka
akorduar 3 minuta shtesë, e nis kështu. Minuta e parë shtesë nga 3 të tilla të akorduara, ishte një gabim i Temjes në dy luftim me Alushin, por ka qenë ndërhyrja vendimtare e mbrojtësit Marku dhe porta e skuadrës së Beslidjes ka kaluar një moment të vështirë, do të thoja, pasi nëse Alushi do të kalonte Markun, pastaj dilte i vetëm ballë për ballë me portierin dhe duke patur parasysh aftësitë teknike të Alushit, ku ka spikatur edhe si golshënues në skuadrat ku ka luajtur, mund ta kishte vënë në vështirësi dhe portën e mbrojtur nga portierin e skuadrës lezhiane Myrta. Një top i gjatë, por Marku është në kontroll të topit dhe ka një hyrje të gabuar të njërit prej lojtarëve të skuadrës Gramshit, është pikërisht Sadik, një lojtar mjaft i lëvizshëm, i cili është ndërshkuar dhe me kartonin e verdh, dhe kemi goditje dënimi brenda zonës së 16 metrave, pra në zonën e tij. Portieri Myrta është në distancë për të goditur, e ka pasuar shkurtasi për tek Neziri, për tek Temja, pastaj Marku, Bega, Alushi, për Gramshin ka pasuar mjaft bukur, por ndërhyn Temja, pastaj Gjob, Karakaçi ka harkuar një top të gjatë nga mbrojtja në mesin e fushës, ka gabuar për një çast Neziri. Karakaçi rinis një aksion tjetër, Hila, një top i gjatë për Gurbanov, por një mbrojtës ka qenë në pozicion dhe është mbyllur takimi dhe skuadra lezhiane fiton në fushën e Peçinit me rezultatin 0-2. Ka shënuar në minutën e 4 të pjesës së parë akansase dhe në minutën e 3 të pjesës së dytë ka dyfishuar rezultatin Raboshta me 11 metrash. Ishte një lojë e nivelit, do të thoja, mesatar, por duhet theksuar fakti se terreni ishte paksa rrëshqitës dhe nuk lejonte që të zhvillohej një lojë teknike, një lojë ashtu siç ka kapacitetet skuadra, sidomos skuadra mike e Beslidjes. Ne do të zpresim edhe në fushën e lojës për të marrë intervistat e stafeve respektive. Deri atëherë, nga unë Martin Dedaj, miru dëgjofshim.